130 copa, 150 copë, filloi në 2021 kjo tratativ, i porositi, filloi lufta në Ukrainë, nuk arriti dot t'i merrte sepse po i përdorte aty. Putini ju përgjigj duke i thënë, më jep dron Shahid në 2022 dhe unë do t'jap 50 avion, i mori dronët Shahid dhe nuk i dha as avionët, sepse është i angazhuar aty. Dhe tani ka probleme dhe me sistemet e mbrojtjes kundërajrore, sepse po i shikojmë që dronët Ukrainas janë vazhdimisht duke goditur në thellësitë rusisht. Domethënë nuk prodhon dot aq shumë sa ta furnizoj dhe Irani ta ndihmoj ushtarakisht as me sisteme mbrojtje kundërajrore dhe as me avion të avancuar. Sokoj 35 është gjenerata 4.5 paka shumë. Nuk është gjenerata 5, është i kapshëm në radari, nuk është i F-35, por është i avancuar dhe mund krijojë probleme. Pra, nuk e ndihmon dot Iranin. Megjithëse Irani, edhe aktualisht që flasim, gjysma e dronëve Shahid që godasin në Ukrainë ja ka dhënë Rusia. I jepet nga Irani Rusisë. Okej, vazhdon akoma. Nga Irani e furnizon akoma. Gjysma e dronëve Shahid që godasin në Ukrainë natë për natë vijnë nga Irani. Dhe kjo është një raport asimetrik ku Irani po jep shumë dhe Rusia, duke qenë se është ngulur në moçalin e Ukrainës, nuk ka fuqi ushtarake që t'i japin mbrapsht Iranit. Që në këtë konflikt nuk është se mund ta përkrah ushtarakisht. I intereson një gjë tjetër. I intereson që çmimi i naftës jetë i lartë. Aty do ndalemi. Dhe intereson që çmimi i naftës të jetë i lartë. Dhe sa më shumë të gjatë kjo krizë, po patjetër, sepse Rusia gaz dhe naftë dhe edhe me ato kuota që mund shesi. Para se të shkojmë këtu, një pyetje të fundit, po Pakistani çfarë roli ka? Një tjetër fuqi bërthamore. Pakistani, po të vazhdoj dhe pjesën tjetër. Okej. Se kjo pjesa jo mund të kthehet në një luftë ekonomike. Të ta mbaroj këtë pjesën e aleatëve tjetër, se është dhe Kina në mes. Po, është dhe Kina, okej. Për sa i përket Rusisë, pra intereson që çmimi i naftës jetë i lartë dhe mbyllja e kushtisë së Hormuzit për Rusinë është mrekulli. I leverdis, është mrekulli. Por në krau tjetër nuk është mrekulli për Kinën, e cila 90% naftës e merr nga Irani. Dhe një mbyllje e kushtisë së Hormuzit dhe bllokim i transportit nuk kupton kosto më të larta. Po kosto më të larta për Kinën. Po sepse nafta është energji dhe energjia është një nga komponentët në kostën e produkteve. Pra, se kjo duket pa dashur të bëj konspiracione, po nëse Irani merr vendimin për të mbyllur kushtisën e Hormuzit, duket sikur është aleat me SBA të cilët duan të luftojnë Kinën. Doli një paralajmërim i Europën dhe Kinën. Nga ana e Kinës doli një paralajmërim, ka qenë i sotshëm, në të cilin tha çdo përpjekje për mbylljen e kushtisës së Hormuzit minon stabilitetin, paqen e bla bla bla. Me një fjalë tjetër i tha mos e mbyll. Mos e mbyll. Edhe Kina, po pra, Kina kishte bërë deklaratë sot që jo vetëm aty, po edhe i kërkon te Iranit mos ta mbylli. Sepse Arabia Saudite ka një në dallim nga kur ndodhi lufta e cisternave midis Irakut dhe Iranit, që goditën cisternat e njëri tjetrit në Gjirin Persik, ka qenë 80, 88, 89 që u mbyll dhe lufta. Arabia Saudite nuk kishte dalje tjetër, por Arabia Saudite ndërtoi një transportues nafte i cili del në detin e Kuq. Pra ka një dalje aty. Kështu që në një farë mënyrë, edhe sikur mbyllet kushtisa e Hormuzit, mund ta kompensojë duke rritur sasinë e prodhimit vetë, duke pompuar më shumë në drejtim të detit Kuq. Pra nuk është patjetër, ja ta japun fjalën Këlliçi kanë dezaloshën në Skype. Pastaj pjesës tjetër të ndryshimit të regjimit. Irani është pjesë e BRICS-it. As Kina, as Rusia nuk duan ndryshim të qeverisë aktuale, sepse e din ardhja e shahut, në kupton kalimin e Iranit. Kanë mendsi mos harroni. Kanë të njëjtën rrezik këto tre vende, mos bëjmë katër. Cilat vende kanë të njëjtën rrezik? Fort. Një vend i cili është autokratik të moment. Palavi nuk është janë alat praktikisht. Nëse se Brazili është një çik më le të themi që është dhe çikës demokratik domethënë Brazili. Por rasti si Kina, si Rusia nuk e do e pranojë një ndryshim regjimi në Iran, sepse ardhja e shahut e kalon në kampin perëndimor aty ku ka qenë para 89-s. Dhe kjo normalisht do tentohet të ndalohet. Pra në qoftë se ti shkon për ndryshim regjimi, do gjesh kundërshtimet nga ana e Rusisë.
për aq sa mund të kundërshtojë dhe ndryshimin në anë e Kinës për aq sa mund të Pra nëse shkohet për ndryshimin e regjimit, Rusia dhe Kina janë totalisht kundër. Janë kundër Iranis, këtij regjimi, edhe Kina. Duhet kesh parasysh një diçka, të lutem. Tek pjesa se është shumë e rëndësishme. Ta japun fjalën. Tek pjesa e naftës. Se aty do isha pa e humbur atë argument. Numër 1 sapo deklarata që sapo ka dalë nga zoti Trump i është drejtuar Departamentit të Energjisë, ka thënë t'jepen gjithë leje, drill baby drill, we need American oil. We need American oil, pra na duhet nafta amerikane. Pra, vazhdoni me asetet Jo, Trump sot bëri dhe një kërcënim, kujdes, po ju monitoroj. Në qoftë Mos luani me duart e armikut. Shpresoj të vijë edhe në